Një delegacion I lartë nga Republika e Turqisë gjatë kësaj jave ka qëndruar në Maqedoninë e Veriut, ku me këtë rast ata kanë realizuar një sër takimesh me përfaqësues shtetëror, përfaqësues në sektorin e gjyqësisë dhe të shëndetësisë. Nënkryetari I Tikas Mahmut Çevik së bashku me kryetarin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Turqisë Kadir Ozkaja realizuan takim pune me kryetarin e gjykatës kushtetuese të RMV-s Darko Konstantinovskin. E në këtë takim që u mbajt në ndërtesën e gjykatës kushtetuese në Shkup, Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim ka ofruar mbështetje teknike për digitalizimin e sallës së mbledhjeve të gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Në lidhje me këtë projekt realizuar nga Tika, nënkryetari Çevik theksoi se ky institucion ka mbështetur rreth 1300 projekte në Maqedoninë të Veriut, ndërsa 30% e tyre I përkasin fushës së drejtësisë. Sipas tij, projekte të tilla kanë rëndësi të veçantë për demokracinë në vend. Pas përfundimit të takimit me kryetarin e gjykatës kushtetuese Konstantinovski, kryetari I Kuvendit të RMV-s Afrim Gashi ka mirëpritur në drek pune kryetarin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Turqisë Kadir Ozkaja, ku temë diskutimi ishte forcimi I bashkëpunimit në fushën e sundimit të ligjit dhe konsolidimi I institucioneve demokratike. Ndërkohë, nënkryetari I Tikas Dr. Mahmut Çevik, gjatë qëndrimit të tij disa ditor në vend, në kuadër të Tikas ka ofruar mbështetje edhe për projekte tepër të rëndësishme në sektorin e shëndetësisë dhe të gjyqësorit në vendin tonë. Në shëndetësi, Tikas siguroi pajisje për klinikën e Veshit, Hundës dhe Fytit në kompleksin Nën Tereza të Universitetit Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, ndërkaq në lidhje me këtë projekt, Ministri I Shëndetësisë Azir Aliu tha që Tika ka ofruar mbështetje të gjitha fushave të nevojshme deri më sot, duke shprehë mirënjohjet për këtë mbështetje. Pas përfundimit të këtij projekti në shëndetësi, nënkryetari I Tikas Mahmut Çevik, së bashku me kryetarin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Turqisë Kadir Ozkaja dhe ambasadorin turk në vend Fatih Ulusoj, morën pjesë në një ceremoni në gjykatën e shkallës së parë në Gostivar. Projekt ky që ka përmirësuar infrastrukturën teknike duke rinovuar sallën e mbledhjeve të gjykatës së shkallës së parë në Gostivar. Me projektin që po përurojmë, salla e mbledhjeve të gjykatës së shkallës së parë të Gostivarit është rinovuar dhe pajisur plotësisht dhe janë siguruar edhe pajisje teknike, tha Ulusoj. Ambasadori turk në vend Fatih Ulusoj tha se mbështetja e Turqisë për Republikën e Maqedonisë ka vazhduar që nga pavarësia e saj. Në këtë ngjarje fjalë rasti ka mbajtur edhe nënkryetari I Tikas Mahmut Çevik, I cili ka thënë se përpiqen të zbatojnë projekte duke respektuar sistemin ligjor vendas, sistemin etik dhe strukturën kulturore. Gjatë këtyre 20 viteve në Maqedoninë e Veriut kemi realizuar afërsisht 1300 projekte, ku nga 381 nga këto projekte synojnë përmirësimin e infrastrukturës civile dhe kapacitetet institucionale, tha Çevik.